Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim wa ubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Qëmë salavat për profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, familjen e tij dhe gjithë ata që e pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Dhe më pas, alhamdulillah që u ritakuam në këtë ditë në të cilën kemi mësimin e tefsirit, dhe lusë Allah subhanahu wa ta'ala që të vijojmë me dobi të shumta nga libri Allah subhanahu wa ta'ala, mirësitë e të cilit kur nuk mbarojnë dhe luma ai që përkushtohet në leximin e librit të Allah subhanahu wa ta'ala, meditimin në të, nxjerrjen e mësimeve prej tij dhe adhurimin e Allah subhanahu wa ta'ala sipas këtij libri dhe kësaj shpalljeje që e ka sjellë vetë Zoti Gjeleshanu. Jemi në surën Sad dhe tashmë kemi ecur dhe kemi mbritur pikërisht tek ajeti 12 i kësaj sureje. Unë po i lexoj vetëm ajetet e surës Sad, vetëm po i lexoj ajetet që të krijojmë një linjë tashmë logjike për të mbritur tek ajeti që do të vazhdojmë sot, ose ajetet që do të vazhdojmë sot inshallah. Surja Sad është nga surët mekase, surë në të cilën trajtohen çështjet bazike të besimit islam, të akides islame. Padyshim është çështja e besimit në shpalljet e Allahut subhanahu wa taala, besimit në profetët e Zotit Gjeleshanu, rëndësinë e besimit në profetët. Dhe na tregon dhe faktin se si reaguan popujt mohues, si ata i refuzuan profetët e Allahut azza wa jall dhe si i trajtuan ata. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë sure, Sad wal Qur'anin dhi dhikr. Betohem në Kur'anin që është plot këshilla. Kjo është një betim nga Allahu Gjeleshanu, tham që ai betohet për treguar rëndësinë e madhe të Kur'anit dhe faktin që ky Kur'an është i mbushur plot me këshilla të vyera, të rëndësishme, që i tregojnë robit si të adhurojë Allahun subhanahu wa ta'ala, si të ndjek rrugën e drejtë, cila është rruga e lumturisë së dunjas dhe ahiretit, si të fitojë kënaqësinë e Zotit dhe të fitojë përjetësinë në xhenetet e tij. Por ata që nuk besojnë janë kryeneç dhe kundërshtar të hapur. Bel ledhin keferu fi izzetin wa shiqaq. Pra ata që nuk besojnë këtë Kur'an janë kryeneç, nuk e pranojnë atë. Refuzojnë edhe ta lexojnë, pa lëmë ta kuptojnë dhe të nënshtrohen të jetojnë sipas tij. Dhe përveç që janë kryeneç, mendje mëdhej, janë dhe fi shiqaq, gjithmonë në kundërshtim të hapur me profetët dhe me pasuesit e profetëve. Edhe me muslimanët sot, kush janë pasuesit e profetëve? Janë muslimanët. Pra janë kundërshtim të hapur me ta, gjithmonë armiqësi të hapur me ta. Çdo kush që ndjek rrugën e Allahut subhanahu wa taala është, ata janë armik i këtij njeriu. Pra thot Allahu fi shiqaq. Sa breza kemi shkatëruar ne para tyre. Në fund, ata u lutën për mëshirë dhe shpëtim, por nuk kishte kohë më për shpëtim. Pra tregon Allahu subhanahu wa taala që ndëshkimi i gjithë kohërave i kanë ndëshkuar ata që kanë mohuar profetët dhe i kanë luftuar të vërtetën dhe ndjekësit e saj. Dhe kur vinte ndëshkimi, na njofton Zoti Gjeleshanu, ata luteshin për shpëtim, por tashmë nuk ishte koha për shpëtim. Koha e shpëtimit është gjatë kohës jetës tënde, kur ti ende ke kohë të pendohesh dhe ke mundësi të kthehesh në rrugën e drejtë. Ata u habitin që nga gjiri i tyre u erdhi një paralajmërues. Jo besimtarët thonë, ky është magjistar dhe mashtrues. Në këtë ajet ne folëm dhe treguam se si shprehnin habi mohuesit, që Zoti zgjedh ka profet nga njerëzit. U duke i çudi që i dërguari i Zotit jetë prej njerëzve. Ata pretendonin se do të ishte melek, pra të ishte një qenie diçka më e lartë se sa njeriu. Këtë në fakt nuk e thoshin se vërtet kështu e besonin, por në fakt thjesht justifikonin mosbesimin e tyre. Nga që s'donin të nënshtroheshin, nxirrnin lloj-lloj arsyetimesh boshe, normalisht që për njerëzve do ta dërgojë Zoti profetin. Nëse nuk dërgohet për njerëzve që ai të jetë shembull dhe ti ta shikosh në jetën e këtij profeti se si zbatohet feja e Allahut subhanahu wa taala, atëherë si do dërgojë Zoti, dërgoj melek? Nëse do të kishte njerëz në vend të njerëzve në tokë melek, do dërgonte Zoti melek, por në tokë ka njerëz. Dhe prandaj dhe Zoti dërgoi profetët për njerëzve. Folëm pra në këtë çështje dhe e shpjeguam me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe mirësinë e tij. Dhe duke qenë se e refuzuan ta pranojnë, detyroheshin që të shpifnin për këta profet dhe trillonin për ta. Dikur thoshin që është mashtrues, dikur thoshin që është magjistar. Pra, shpifnin lloj-lloj
trillimesh për profetët vetëm që mos i ndiqnin dhe të largonin njerëzit prej tyre. Apo i zvendëson zotat me një zot të vetëm, kjo është vërtet shumë e çuditshme. Ja ky ishte shkaku bazë që ata i refuzonin profetët, sepse ata nuk pranonin që të adhuronin një zot të vetëm. Ishin mësuar me idhuj dhe adhurime të çdo lloj gjëje. Dhe thamë që idhujt në kohën e shkuar ishin të ndryshëm. Por edhe në kohën e sotme, nëse mbani mend kur folëm, edhe në kohën e sotme ka idhuj. Pra, nëse në kohën e shkuar mund të adhuronte një put ose një statuj dhe mendonte se mund t'i sillte ndonjë dobi, sot në fakt adhuron pasurinë, paran, pushtetin, bukurinë, famën. E shumë është thoj ose pushtetin që mund të ketë edhe njohje ndër njerëz. Pra, shumë njerëz për hir të këtyre kënaqësive të kësaj dhunjaje i adhurojnë ato dhe e braktisin adhurimin e Allahut subhanuhu teala dhe as nuk duan t'ia dinë fare për fenë e Zotit. Çfarë do Zoti dhe çfarë nuk do Zoti. Pra, në një farë mënyrë kush ishte shkaku që refuzuan, ai bëri gjithë zotat një të vetëm. Kjo është e çuditshme thotë. Madje, si thamë më pas, ne nuk kemi dëgjuar kurrë për diçka të tillë nga njerëzit në këto kohë të fundit. Pra, pretendonin që edhe krishterët, edhe çdo lloj feje në kohën e tyre, në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, të Muhamedit alayhis salam, të gjithë njerëzit adhuronin shumë zota. Dhe në fakt kështu ishte. Po të shikosh budistët, hindusët, edhe në fakt subhanallahu edhe krishterët adhuronin më shumë, adhuronin 3 zota them. Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Adhuronin idhujt ose ikonat ose shenjtorët e tyre, ose jehudët për shembull që kishin ata boshllëqet e tyre. Pra, në këto kohë të fundit s'kemë dëgjuar për diçka të tillë. Pra, duket diçka e çuditshme që të adhurohet vetëm një Zot i vetëm. Dhe në fakt edhe një herë përsëris, nuk është se ata e besonin diçka të tillë që vërtet është e çuditshme, jo. Por në fakt ata thjesht arsyetoheshin që të mos e pranonin fjalën e profetit, mos e pranonin shpalljen. Se kjo domethënë cënonte rahatinë e tyre në thonjza. Nuk ishin të gatshëm që të lëshonin pe. Qoftë edhe me ato kënaqësi të përditshme dhe epshe që ishin mësuar të shijonin në jetën e kësaj dhunjaje. Pastaj çfarë thon? Përsëri, duke u drejtuar me tallje, thoshin, vallë, ky është ai që u zgjodh nga mesi ynë për t'ju dërguar mesazhi, pra nënçmuan profetin sallallahu alaihi wasallam. Profeti alaihi salam, domethënë ishte jetim që kur lindi, pra lindi jetim, se kishte tatin. Po ashtu, në moshë shumë të vogël, në moshë domethënë 6 vjeçare, u bë jetim dhe nga ema. Pastaj në moshën 9 vjeçare e mori gjyshi i vet, Abdul Muttalibin. Në moshën 9 vjeçare e vdiqte gjyshi dhe e mori xhaxhai i tij. Dhe pastaj më pas vazhdoi një jetë të vështirë dhe u rit, domethënë jetim, megjithëse jetim i ndershëm, i pastër, me dinjitet, punonte. Domethënë ata e konsideronin këtë njerëz të thjeshtë. Nuk është njerëz me pozitë. Dhe ata pretendonin që shpallja t'i jepte njeriu me pozitë, siç ishte bie fjala Walid ibn Mughira. Prandaj dhe thoshin: "Wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn 'azim." Pse të mos i zbriste ky Kur'an një buri nga ato 2 fshatrat e mëdhenj, Taif, nga Taifi dhe nga, pra ti zbriste një buri të madh. Ç'ne ky njeri domethënë edhe pasurisë ka. Profeti sallallahu alaihi wasallam ashtu ishte vërtet i varfër, por ishte i ndershëm, edhe njihni si besniku. Edhe Allahu subhanahu wa taala domethënë u kthem përgjigjen edhe në sure të tjera dhe ajete të tjera, por dua të them ja kjo është mënyra se si trajtonin profetët, si e trajtuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra than, a ky është ai që e zgjodhi Zoti për t'i dhënë shpalljen mes nesh? Allahu xhaleshano u kthen përgjigje në këtë sure, edhe në sure të tjera. Thot Allahu subhanahu wa taala, ata që kanë në dyshim për mesazhin tim, ata ende nuk e kanë shijuar dënimin tim, thot Allahu subhanahu wa taala. Pra i kërcënon, fillon kërcënimi për këta që mohojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo mos kanë vallë thesaret e mëshirës së Zotit tënd, nga dhënimtarit dhe dhuruesit të gjitha mirësive, që të pretendojnë këta se kujt i jepet profecia dhe kujt nuk i jepet profecia. Edhe ata, thot Allahu subhanahu wa taala, apo mos kanë vallë pushtetin e qiellit dhe të tokës dhe shka ndërmjet tyre, le të përpiqen atëherë me çdo rrugë dhe mjet për ta penguar profecinë ose për ta penguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Le të përpiqen, pra i sfidon Zoti xhaleshan, çfarëdo që të bëni, të pengoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pengoni fen që solli Muhamedi, pengoni Kur'anin, pengoni Islamin, çfarëdo që të bëni, i thot Allahu xhaleshanu, domethënë nuk keni për të arritur qëllimin. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala dhe ne folëm në mësimin e fundit që folëm për këtë çështje, thot Zoti xhaleshanu, edhe ata gjundun ma hunalike mahzumin min al-ahzab. Edhe këta janë një ushtri si gjithë ushtrit e tjera. Edhe folëm herën e shkuar domethënë, që këta janë një palo ushtri, një ushtri e vogël, e pafuqishme, që s'ka ndonjë ndikim të madh. I quan Zoti fare domethënë i nënçmon si ushtri. Të nënçmuar janë gjithë ushtrit e dynjas, sikur gjithë bota të mblidhet nga fillimi në fund. S'mund të përballen me
Zotin e qive dhe tokës. Si mund të përballen me Allahun subhanahu wa taala? Është Allahu që zbriti Kur'anin. Është Allahu subhanahu wa taala që e dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është Allahu xhaleshanu që ruan këtë fe, Islamin. Dhe i ndihmon besimtarët kudo që të jenë. Dhe i forcon dhe i shpërblen ata. Kështu që nuk mund të përballen dot me besimtarët. Gjithë bota të ngrihet. Prandaj dhe Allahu tha subhanahu wa taala, "Jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab." Edhe kjo është një ushtri si gjithë ushtritë e tjera që kanë kaluar në këtë dynja. Të gjithë janë të mposhtur, thotë. Mahzumun min al-ahzab. Pra janë të mposhtur, të destinuar të dështojnë në përballjen me ushtrinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni shembull çdo ditë, subhanallahu. Dhe fol me herën e shkuar, domethënë mendo, gjithë bota është mbledhur, edhe akoma s'po e shtjen në dorë, s'po e mposhtin dot një grup, domethënë ose një vend muslimanësh. Me gjithë krimet që po bëjnë, edhe në fakt po bëjnë krime kundër të pambrojturve. Krim kundër atyre që s'kan forcë ose që janë gra dhe fëmijë dhe pleq. Edhe po luftojnë me luftë të padrejtë, ai nuk është luftë. Ai është farosi. Apo ja, është e padrejtë. Lufta bëhet mes dy ushtrive, burra me burra, me armë dhe përballen si burrat me njëri tjetrin. Po kjo s'është luftë. Pra prandaj quhen Allahu me subhanallahu ta me nënshmin. Jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab. Folën e shkuar për këtë çështje. Pra edhe ajo është një ushtri si gjithë ushtritë e tjera. Në vijim, ajete që do të qëndrojmë sot inshallah. Allahu subhanahu wa taala vijon dhe na tregon shembujt e popujve të shkuar. Vijon Allahu subhanahu wa taala dhe thot në ajetet në vijim, para tyre mohuan populli Nuhut, i Adit dhe Firauni me ushtritë e tij. Po ashtu Themudët, populli i Lutit dhe banorët e Ejkes. Ato ishin grupe të mëdha, ahzab, ushtri, alat të fuqishëm. Të gjithë ata i mohuan të dërguarit, thot. Prandaj e bën hak dënimin tim. Edhe këta nuk janë duke pritur gjë tjetër, flet për banorët e Mekës që kundërshtuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por edhe gjithë ushtritë që do vinë më pas, që i kundërvijnë fesë Allahut xhaleshano. Edhe këta thot, nuk janë duke pritur tjetër, vetëse një ushtim të vetme, që nuk ka nevojë për të dytë, për t'i shkatëruar. Ata thanë, jo besimtarët, pra thanë, Zoti ynë, shpejtoje pjesën tonë përpara ditës së gjykimit. Këto ishin ajetet, shpresojnë Allahun që nuk e di do të mund t'i kalojmë të gjitha sot, sepse në mori pak kohë fillimi i surës Sad, megjithatë vazhdojmë. Këto ajete përmendin disa popull të lashtë që mohuan profetët e tyre. Për të kujtuar jo besimtarëve të Mekës dhe gjithë atyre që do të vinë më pas në momentin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se mohimi i vërtetës ka pasoja shkatrimtare. Këto ajete i drejtohen profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si ngushëllim, por dhe si paralajmërim për njerëzit në lidhje me besimin në të, pra në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu si ata popull të fuqishëm, të hershëm u shkatruan kur përgjigjëstruan të dërguarit, po kështu askush pra që ndjek rrugën e atyre popujve të hershëm nuk ka për të shpëtuar ndëshkimit të Allahut xhaleshano. Ky është mesazhi që vjen në këto ajete dhe do flasim tashmë për këto popuj, diçka rreth këtyre popujve për të kuptuar dhe bën një krahasim edhe me këta të sotmit. Se jo më kot Zoti i sjell historitë e këtyre popujve. I sjell që ne të reflektojmë, të kuptojmë cilat ishin fuqitë e tyre, cilat ishin domethënë fajet e tyre, padrejtësitë e tyre. Bëj një krahasim me të sotmit dhe shiko dhe bëj barazimin pastaj për ndëshkimin që u zbriti secilit popull. Edhe për këta të sotmit inshallah. Para tyre mohuan populli i Nuhut, i Adit dhe Faraoni me ushtritë e tij, Dhul Autad. Po ashtu edhe Themudët, populli i Lutit dhe banorët e Ejkes. Allahu lartësua na njofton rreth popujve të tyre, për atë më hershëm të këtyre profetëve dhe ndëshkimin që ata merituan për shkak të mohimit të profetëve. Historitë e tyre janë përmenden në Kur'an gjithandej. Pra, në shumë sure të Kur'anit përmenden këto histori në mënyrë shumë të shpeshtë dhe në mënyrë të larmishme. Çfarë përmendet në një vend në Kur'an, s'përmendet në një vend tjetër. Pra, çdo pjesë ose çdo sure përmend disa detaje, të cilat elhamdulillah japin besimtarit mësime të vyera. Populli i Nuhut. Kush ishte populli i Nuhut? Nuhu, pra ky popull është populli më i hershëm në të cilin është dërguar profet. Pra profeti i parë i dërguar ndër njerëz ishte Nuhu alayhis salam. U dërgua ndër njerëz kur ata filluan të adhurojnë idhujt. Të adhurojnë diçka tjetër veç Allahut. Ta lidhin zemrën e tyre me dikë tjetër veç Allahut. Të luten për rizq, për shpëtim, për mirësi, për mbarësi, të luten idhujve në vend që të luteshin Allahut xhaleshano.
Pra Nuhu a.s. e refuzuan thirrjen e tij, populli i tij pra, për t'u bindur një Zotit të vetëm. E refuzuan Nuhun a.s. Mendoni, Nuhu qëndroi 950 vjet vëllezërit e mi. Dhe njerëzit më përpara jetonin gjatë. Nuhu ka jetuar mbi 1000 vjet. 1000 vjet, kështu jetonin njerëzit gjatë në të shkuarën. Dhe 950 vjet ka qëndruar vetëm ka bërë davet popullit. Ky ishte populli i Nuhut. Dhe kur ata refuzuan 950 vjet, a imagjinon dot 950 vjet duke bërë davet njerëzve, duke thirrur popullin, binduni Zotit, zbatoni urdhëresat e Allahut, sepse Allah subhanahu wa taala ka ndëshkimin të ashpër. Refuzuan, u erdhi përmbytja e madhe që shkatroi gjithçka, subhanallahu. Dhe shfutuan vetëm ata që hipën anije me Nuhun a.s. Ky ishte populli i Nuhut a.s. Adi, fis i lashtë, dhe këta konsiderohet prej fiseve arabe. 4 janë profetët arab të dërguar ndër histori. Pra, është Adi, profeti Salih, është profeti Shuaib, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këta 4, domethënë që janë arab, prej arabëve. 5 ishte bashkë me Nuhun, pra i përmend Zoti subhanahu wa taala në këtë kontekst. Jo më kot sepse gjithë ata kanë jetuar pothuajse gjithë në Gadishullin arab. Pse i përmend që arabët akoma ende dhe sot i shikojnë vendbanimet e tyre. Akoma janë vendbanimet, ata i shikojnë, ky është vendbanimi i popullit të Adit, ky është i popullit të Themundit, ky është populli i Lutit, që është në Sham, pjesën e Jordanisë. Pra ata kalojnë dhe vizitojnë këto vende. Pra populli i Adit, Adi është një fis i lashtë arab, në të cilin u dërgua profeti Hud. I njohur, pra ky popull ishte i njohur për trupin e madh fuqishëm, sepse këta ishin populli më i afërt me kohën e Ademit alayhis salam. Dhe trupat ishin të mëdhenj. Ademi alayhis salam ju e dini ka qenë 60 lër, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë diku te 35 metra i lartë. Domethënë trupa të mëdhenj, gjigant. Dhe edhe profeti Hud pra u dërgua në këtë fis në popullin e Adit. Këta ishin popull shumë i fuqishëm, i madh në trup, sikur se thash. Dhe këta u zhvilluan në Ahqaf, që quhet domethënë dunë rëre. Pra në disa hapësira të mëdha, dunë rëre, kështu quheshin Ahqaf, do thotë dunë të larta rëre. Ata e mohuan profetin e Hudit, pra profetin e tyre Hudin, dhe u ndeshkua me stuhi shkatrimtare ere që zgjati 7 net dhe 8 ditë rresht, duke i zhdukur plotësisht. Hollësitë e historive të këtyre, mbase mund të jetë një tjetër moment ku mund t'i përmendim më hollësisht. Thjesht po përmend diçka rreth këtyre popujve të sjell në këto ajete. Firauni, Zoti e quajnë domethënë Firaun dhil autad, Zoti i hujnjve. Dhe autad në fakt ka kuptime të ndryshme, do të vijmë më poshtë, do ta shpjegojmë për këto popull diçka domethënë të hollësishme. Faraoni i Egjiptit që sfidoi profetin Musa. Ai simbolizon sundimtarin tiran dhe mendjemadh, që nuk pranon të nështrohet dhe të ulet. Madje, Kurani e cilëson si dhil autad, zotrusi i hujnjve ose i shtyllave, etj. Do të vijmë kuptimi. Një shprehje që do të shpjegohet më poshtë. Faraoni dhe ushtria e tij u fundosën në detin e Kuq, ndërsa ndiqnin Musain së bashku me popullin e tij bitë e Izraelit. Dhe u zhdukën të gjithë, nga i pari deri tek fundi, gjithë ushtritë e faraonit. Në një çast të vetëm i mbyti Zoti subhanahu wa taala. Do të vijmë më poshtë. Këto sillen si histori, kujt i tregojnë këto? I drejtohet profetit sallallahu alajhi wasallam dhe popullit të tij, Kurajshve dhe gjithë atyre që vinë më pas. Mos kujtoni se jeni më të fuqishëm se këta popull që kaluan. Këta kanë qenë qytetërimi që kanë mbetur edhe sot kanë mbetur gjurmët e tyre. Dhe habitën ata për çfarë lloj qytetërimi shka qenë, domethënë çfarë lloj fuqie kanë pasur. Mos kujtoni se jeni ju më të fortë se ata. E megjithatë ata u shkatruar nga Zoti xheleshanu për shkak të kundërshtimit që dhe luftës kundër profetëve. Gjithashtu përmendet populli i Themudit. Është profeti Salih u dërguar ndër ta që banoi në rajonin e Hijrit, pra në pjesën veriore të Hijazit, të Gadishullit arab, pjesën veriore, domethënë që është afër pjesës së Shamit, afër Siris, ku është kufiri i Arabisë me Sirin. Kjo është pjesa e veriore e Hijazit. Aty ka jetuar populli Salih. Ata gdhënën shtëpinë për shpella dhe shkëmbi, subhanallahu, gdhënin malet. Malet i gdhënin nga brenda dhe i bënin ndërtesa. Një shkëmb i madh ose i mal e gdhënin dhe bënin çuditëra brenda tij. Me gdhënie, aq të fuqishëm ishte dhe aq të aftë në ndërtim ose në inxhinierinë e ndërtimit themi ose të përpunimit ose të ngritjes së ndërtesave. Dhe megjithatë e mohuan mrekullinë e deves që u doli që nga shkëmbi një deve, mrekulli që e solli Zoti. Dhe historia
e këtyre është e hollësishme në Kur'an, sillet hollësisht, por thelbi i kësaj është edhe këta e mohuan profetin e tyre Salih, e therrën devën dhe merituan ndëshkimin e Allahut subhanahu wa taala. Ata i kapi një britme fuqishme nga qielli, një zë i fortë, i cili i bëri të gdhin si kufoma. Domethënë nga zëri i fortë, ajo domethënë ato decibelet e ngritur shumë të zërit, çfarë ndodh kur ngrihet zëri shumë ose vjen një zë i fuqishëm? Plasin organet brenda në trup, subhanallahu. Plasin të gjitha, vdekje të tmerrshme. Dhe i kapi dhe një tërmet i befasishëm, pra edhe një zë i fuqishëm dhe tërmet i fortë nga poshtë dhe i shkatroi Zoti subhanahu wa taala. Me një shkatrim brenda, domethënë një kohë të shkurtër. Gjithashtu përmendet populli i Lutit, banorët e qyteteve të Sodomës dhe Gomorës në zonën e detit të vdekur, që është Jordania e sotme. Pra është një zonë aty që quhet edhe sot akoma shumë e ulët. Deti i vdekur është deti më i kripur në faqen e dheut. Nëse s'do kishte do ishte domethënë me erë të padurueshme. E ka bërë Zoti që të ketë krip, subhanallahu, shumë i kripur si det. Ai që kripur sa që po futet brenda, lëkura jote e mbledh kripën kështu. E çuditshme. Elhamdullah, unë kam qenë me qëra fjala. Kam qenë vizit në atë vend, se aty kam studuar në Jordani. Alhamdulillah. Allah i ndërshkoi ata duke i përmbysur qytetet e tyre, subhanallah. Ata ishin, subhanallah, një popull që për herë të parë praktikuan poshtërsinë më të madhe që ekziston morale. Pra, homoseksualizmi, dhe Zoti subhanahu wa taala dërgoi Xhibril alayhis salam që i ngriti lart dhe i ktheu përmbys dhe i përplasi në tokë. Dhe pastaj gjuheti me gur të ndezur nga sipër. I gjuheti me gur llave, si thon, gur të ndezur. I gjuheti dhe i shkatroi. Edhe u kthyen në atë vend pra ata që është edhe sot. Qytetet e tyre ose i kanë zbuluar në ujë sot, subhanallah. E kanë parë në ujë, janë zhytur, e kanë parë në detin e vdekur, e kanë parë vendbanimet e tyre, subhanallah. Vendbanimet e shkatëruara të këtij vendi. Gjithashtu përmenden banorët e Eikes në këtë jetë. Ky është populli i profetit Shuaib, edhe ky është një profet prej arabëve, thashë edhe kjo është gatishëm në arab. Jo ndryshe dhe si populli i Medianit. Medain. Por Medianit. Por këtu quhen, domethënë në këtë sure, Ashabul Eike. Sepse vendbanimi i tyre ishte rrethuar nga një eike. Çfarë është eike? Domethënë një pyll apo bimësi e dëndur si shkure dhe si pemë të vogla, quhet eike. Pra nga që ishin të ndërthurura, muri rrethuesi i këtij vendi ishte me të tilla pemë. Dhe quhen Ashabul Eike. Domethënë populli i pyllit të dëndur. Kështu quheshin Ashabul Eike, populli i Shuaibit. Ata ishin tregtar, por mashtronin në peshë, hanin në peshë, subhanallahu. Gjithashtu ishin kusar, ju dilnin njerëz karvaneve dhe i vidhnin. Domethënë gjithashtu nëpër mezhliset e tyre bënin poshtërsi të shumta, gënjenin, mashtronin, talleshin, ishin njerëz përbuzës, subhanallahu, të habitshëm. Edhe me të gjitha padyshim që adhuronin Eike, pra adhuronin pemët. Ishin disa pemë që ata e adhuronin, prandaj dhe u quajtën Ashabul Eike, se adhuronin këto pemë ose ja dedikonin adhurimet pemëve, duke menduar që sjell begati kjo pemë. Edhe në fakt ka popull ndryshëm që adhurojnë pemët, mendojnë që kjo pemë të sjell dobi. Ky ulliri është, domethënë 500 vjeçar, është mirë të flesh aty ose të shkosh. Po dallaj që edhe njerëzit mendojnë se pema do të sjell dobi. Pra edhe këta adhuronin, edhe këta patën të njëjtin në ndëshkim nga Allahu subhanahu wa taala, të gjithë këta popull pra kishin një tipar të përbashkët. I përgjigjëstruan të dërguarët e Zotit. Ata formuan aleanca dhe në gjunafe dhe mosbesim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sfiduan profetët e tyre dhe si rrjedhoi u shkatëruan nga ndërshkimi i Allahut xhaleshan. Duke u kujtuar këto shembuj historik jo besimtarve të kohës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Kurani paralajmëron ata se nuk janë as të parët, as më të fuqishmit që sfidojnë Zotin dhe u kundërvijnë profetëve dhe të vërtetës. Nuk janë as të parët, as të fundit. Kështu që të mos mendojnë se ata mund t'i shpëtojnë ndëshkimit të Allahut ose mund të t'i shmangen përgjegjësisë para Allahut xhaleshan. Le të flasim pak tani për emërtimin e popullit ose Firaunit, Firaun Dhil Autad. Pse është quajtur Dhil Autad? Zotëruesi i hujve, të them, i hujve, çfarë hujnt. Një nga frazat më interesante në këtë ajet është përshkrimi i Faraonit Dhul Autad, që përkthehet në shqip domethënë zotëruesi i hujve. Fjalë për fjalë, dhu do të thotë poseduesi, zoti i, dhu, i zoti i. El Autad është shumë si fjalës wated, pra që është themi kunj, shtyll apo hu i ngulur në tokë për një funksion të posaçëm. Pra Dhul Autad, i zoti
i hujve ose i shtyllave. Çdo të thotë kjo, kanë sjell dietarët e vjetër të tefsirit disa shpjegime për fjalën dhul autad. Pse u quajtur Firauni i zoti i hujve ose i shtyllave? Së pari, u quajt kështu sepse Faraoni torturonte njerëzit nëpërmjet këtyre hujve të ngulur në tokë. Si torturonte? Sipas një opinioni të hershëm, Faraoni quhet zotëruesi i hujve sepse ai përdorte hujin të ngulitur për të dënuar dhe munduar viktimat e tij. Ibn Abbasi, që është komentuesi më i shquar i Kuranit, është djali i xhait profetit sallallahu alaihi wasallam, thoshte në një transmetim, Faraoni lidhte të dënuarit e vet me nga 4 hujnë, sipas gjymtyrëve, pra 2 lart dhe 2 poshtë, dhe i lidhte në hujnë, në duar dhe kam, pra në këto hujnë të ngulur. I shtrinte për dhe të gozhduar dhe pastaj ashtu i linte të vdisnin në mundim. Një mënyrë se si i torturonte të vrarë. Siç u tha dhe magjistarëve, la usallibannakum fi judu'in nakhl. Kam për t'ju gozhduar thot në trungjet e palmave. Në sure tjetër, magjistarët ju penduan, magjistarët e Faraonit, pra që ju përballën me Musajin alayhis salam, pra do t'ju gozhdoi thot në trungjet e hurmave. Një mendim është që ngulnin pra këto hujin edhe i lidhin gjymtyrët e viktimës dhe ai ashtu mbetej dhe vuante. Jo, këto cilësi i shpjegon, domethënë vjen nga tefsiri për të kuptuar edhe zullumqtarët e sotëm, që zgjedhin mënyra të ngjashme ndëshkimi për njerëzit. Mënyra të ngjashme ndëshkimi për njerëzit, për të pafajshmit, që i bëjnë të vuajnë në këtë formë, i lënë në këtë formë të vdesin, urije, ose i lënë domethënë që të vuajnë ose i vrasin me lloj-lloj mënyra vrasjesh. Ka shembuj të huaj, do ta shikojmë se do të bëj Zoti me ta subhanahu wa taala. Elus Allahu na i gëzoj shpirtin. E të shikojmë të paktën që në jetën tonë të shikojmë ndëshkimin e këtyre krijesave të pista dhe të shëmtuara. Pra, ky është njëri mendim. Interpretimet të ngjashme japin edhe dietarë të tjerë si El-Kelbiu dhe Muqatil ibn Sulejman, pra mufesir të vjetër që tregojnë kur zemrohej me ndokënd, Faraoni urdhëronte të shtronin për dhe, ja shtrinin gjymtyrën dhe t'ia lidhin fort me 4 hunja, pra hujnë të ngulur në tokë, pastaj e linte në atë gjendje. Ose një alternativë tjetër, i lëshonte akrepat dhe gjerprinj helmues, që edhe të vuante, domethënë dhimbjen e peckimeve ose kafshimeve të këtyre kafshëve, domethënë që shkaktojnë dhimbje. Kështu, dhul autad nënkupton tiranin mizor që ngul hujnë në tokë për torturë. Kjo është ngulja e hujnëve. Ca ngulin hujnë, ca ngulin raketa, që i lëshojnë në tokë dhe vrasin njerëzit, apo ja. Së dyti, Faraoni, një mendim tjetër, kishte sheshe lojrash me hujnë, pra me shtyllat të ngritura. Me sa duket jam ato platformat e atyre domethënë lojrave të gladiatorëve, që ngrihen me hujnë të lartë ose platforma ku qëndronte Faraoni bashkë me parinë e tij. Pra, na tregon në një farë mënyre, këtë sjell Ibn Abbasi, e sjell prej tij Don Said ibn Jubairi. Pra një mendim tjetër, çdo më thënë dhul autad, çu quhet Faraoni i tillë, pra i zoti i hujve, sepse kishte platforma për lojra të ndryshme, për argëtimet e tij, që ndërtoheshin mbi shtylla të mëdha dhe hujnë të ngulur pra në tokë. Edhe Katade gjithashtu, që është për tabiinëve, shpreh se Faraoni kishte hujnë dhe litar të shumtë dhe sheshe ku luaj për argëtimin e tij. Sipas këtij mendimi, titulli zotëruesi i hujnëve lidhet me aspektin luksoz dhe argëtues të mbretërisë së Faraonit. Duke pasur ndoshta shtylla hujnë të mëdha ku ngulej tenda mbretërore apo platforma lojrash ku ai shihte gara dhe shfaqe. Edhe kjo është e mundur se në kohët e vjetra dihen ato mënyra se si argëtoheshin. Së treti, quhet zotëruesi i hujnëve si metaforë për pushtetin e qëndrueshëm. Disa gjuhëtarë si Ibn Kutejbe kanë theksuar se arabët e përdorin shprehjen filanun thabitul autad. Filani është me hujnë të fortë të ngulur në tokë. Ke parasysh atë çadrën kur i ngul hujnë të fortë dhe ngre çadrën me hujnë të ngulur fort, sa i qëndrueshme është. Pra e përdorin si metaforë për treguar pushtetin e tij të fortë. Pra Firauni kishte pushtet të fortë. Kunjat japin fort stabilitet një tende ose një ndërtese. Po kështu mbretërimi i fuqishëm i Faraonit mund të jetë quajtur figurativisht, pra i forcuar domethënë me shtylla të forta, me themele të forta. Gjithashtu një mendim tjetër i katërti, Faraoni është zotërues i ndërtimeve monumentale, dhul autad. Dhe ka shumë mundësi Dhahaku jep një koment të shkurtër, thotë dhul autad, thotë zotëruesi i ndërtimeve, bunyan, pra ndërtime monumentale, siç janë piramidat që kanë ndërtuar, Faraonët që kanë ndërtuar piramidat dhe sot, më akoma dhe sot nuk e kuptojnë si janë ndërtuar piramidat, si kanë mundur domethënë ato shkëmbinj aq të mëdhenj. Quhet dhul autad.
për shkak të tyre ndërtesave monumentale që kanë mbetur edhe deri sot, kështu quhet Dhul Autad. Edhe kjo është nga, siç vjen në një ajet tjetër, o Haman, më ngri një kull të lartë, ndoshta do të arrijë të shohë Zotin e Musait. Pra urdhëroi Hamani që të ndërtonte pra këto kulla të larta që ka mundësi të jenë pra këto piramida dhe këto ndërtesa që kanë ndërtuar edhe që janë sot. Në fakt, me që kemi parë, domethënë, ka mundësi që këto piramide që sipërfaqja e tyre është këtu sipër e ngritur, poshtë janë të ndërtuar ose janë të ngritura mbi shtylla shumë të thella, poshtë nën tokë. Dhe kanë disa funksione, domethënë që Zoti e di çfarë mund të nxjerrë më pas. Megjithatë, kjo tregon për pushtetin dhe edhe në një farë mënyrë edhe zhvillimin e asaj kohe. Pra Firauni s'ka qenë diçka e thjeshtë. Edhe ai qytetëri ka qenë diçka e thjeshtë, ka qenë shumë i, domethënë, i zhvilluar në aspekte të ndryshme, që edhe sot akoma i studiojnë njerëzit. Gjithashtu, zotëruesi i Eutadeve si shprehje për ushtrinë e madhe. Ai quhet Dhul Autad, është i lloj, domethënë, Firauni i ushtrive. Dhe kështu është përkthyer në fakt në tekstin e Kuranit në shqip, pra Firauni i ushtrive, sepse Wated, shtyll, janë ushtria që e mbështet një popull, një udhëheqës temi ose një tiran. Pra kjo është El Autad, simbolizon pra ushtrinë. Një ushtri e madhe e fuqizon sundimtarin e vet, ashtu si kunjat dhe hunjt japin forcë çadrës, pra Faraoni kishte ushtri të panumërta, aleat të fortë që e mbanin mbretërinë e tij të patundur. Kështu themi, përdoret pra në mënyrë figurative njerëzit e fortë që të mbajnë në pushtet. Në fakt sot, domethënë, po ta shikosh, këta sot krenohen gjithë që futet me Amerikën. Amerika i mban të patrënditur. Kush e ngre zërin kundër jehudëve, domethënë? Kush e ngre zërin kundër çifutëve? Është Amerika atje që e mbështet. Është gjithë aleanca botërore, të gjithë janë aleat të gjithë nuk pranojnë edhe ndihmojnë atë, edhe pse në padrejtësi. Këta të kujtojnë që ka pasur edhe dikur që ka pasur ushtri të shumta që ndihmonin e mbanin në pushtet. Po do vi koha që pushteti mbaron. Do vi koha që pushteti do të mbaroj. Dhe do dalësh para Allahut subhanahu wa taala. Ai njeri mirë ata domethënë që e kanë bërë edhe vazhdojnë ta bëjnë këtë punë dhe i mbështesin këta zullumqtar. Se i pret diçka që nuk mund të përshkruhet dot me fjalë. Këto ishin mendimet, domethënë, dietarët i kanë dhënë shpjegime të ndryshme, por që të gjitha mblidhen pra në atë që ka pasur Firauni një pushtet të madh në tokë, një mbështetje të fuqishme, edhe një zhvillim domethënë të madh, madje edhe tregon edhe për argëtimin e tij, domethënë që ka qenë i klasit të lartë, të themi. Kalon tek banorët e Eikes. Kush ishin çdo thot Eike? Ashabul Eike janë banorët e pemëve të dëndura. Kurani quhen Ashabul Eike, një pjesë e popullit të profetit Shuaib. Eike në arabisht nuk kupton shkuret e dëndura ose pemët që thashë janë të ndërthurura. Dhe që mos zgjatemi shumë, ky ishte këta ishin banorët e popullit të Medienit, një popull në veri perëndim nga diskullt arabik. Në zonën që sot është Jordania ose jugu i Palestinës. Pra në jug të Palestinës ku është Jordania, mes themi në kufi me Arabinë Saudite. Jordania. Pjesën e sipërme, pjesën veriore të nga diskullit arab. Pra kjo ka qenë populli i Medienit. Populli i profetit Shuaib. Ata ishin tregtar që dihet që kanë qenë shumë mashtrues në tregti dhe Allahu subhanahu wa zbriti ose dërgoi profetin Shuaib që mos hani në peshoj, mos ja hani njerëzve hakun e tyre, mos grabisni njerëzve, pra ishin kusare dhe një tha dilni rrugëve dhe pirat ose domethënë kusaria që vidhnin domethënë karvanet. Ata i lutesh një idhull që quhet El Eike, pra ndoshta një dru i shenjtë që ata e shenjtëronin dhe bën një rituale. Për këtë arsye, herë i quan edhe Medien sipas vendit dhe herë i quan Ashabul Eike, sipas objektit të adhurimit dhe mjedisit ku jetonin. Pra Eike është ai mur, domethënë me bimësi të dëndur, pra me pemë dhe shkure të dëndura që e rrethonte këtë vend. Quhet Eike. Ky është domethënë në disa përkthime të Kuranit shqip është përkthyer direkt populli i Eikes. E kanë quajtur direkt, nuk kanë përkthyer për shemb populli i Pyllit të dëndur ose etj, por e kanë lënë emrin siç është, kështu që nuk përbën ndonjë problem inshallah. Edhe në gjuhën shqipe është domethënë përkthyer në këtë formë. Disa herë populli i Eikes, disa herë populli i Pyllit të dëndur etj. Megjithatë, merret vesh domethënë ky është qëllimi.
Atëherë Allahu subhanahu wa taala thot për këta ulaika al-ahzab. Ja këta ishin më të fortë dhe më të pushtetshëm se ju. Pra pasi përmendi këto popuj, kujt ja përmendi? Ja përmendi Kurejshve, të cilët refuzuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata domethënë ju kundërvuan dhe luftuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Allahu xhaleshanu pasi përmendi këto popuj, që në fakt sikur se e thash pak më sipër, ishin popuj që jetonin në gjithë në gadishullin arab ose pranë tij. Dhe që arabët vazhdimisht i vizitonin dhe shkonin tek ato, si shkonin në Sham, pranë pjesën e Jordanisë, pjesën e Sirisë, pra shkonin për tregti. Dhe i shikonin vendbanimet, qoftë popullit të Lutit, popullit të Ejkes dhe gjithë pasaj çka kishte nga gadishullin arab. Pse jo tregoi Zoti subhanahu wa taala këtë? Thot ulaika al-ahzab. Ata ishin më të fortë e më të pushtetshëm se ju. Zotëroni më shumë pasuri dhe fëmijë se ju, dhe më shumë ushtri se sa ju. Megjithatë, ato nuk u sollën asnjë dobi dhe nuk mund të shpëtonin nga ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Kush janë ahzabët? Dy shpjegime dietarëve, ose bëhet fjalë për të treguar që këto grupe që i përmendi Zoti, pra këto popuj, janë ahzab dhe këta janë aleat fuqishëm, të cilët ju kundërvuan të vërtetë dhe ishin më të fortë se ju o Kurejsh, ose u drejtohet domethënë atyre ushtrive të Mekës që ju kundërvuan profetit sallallahu alaihi wasallam, që e përmendëm pak më sipër. Kur tham jundun ma hunalike mahzumun min al-ahzab. Edhe kjo është një ushtri, si gjithë ushtritë e tjera që ju kundërvuan të vërtetës. Me pak fjalë, domethënë Allahu subhanahu wa taala u tregon domethënë gjithëve që i kundërvijnë të vërtetës dhe profetëve, që ja këto ishin ushtritë e forta. Ta ishin ata të fuqishmit që ju kundërvuan të vërtetës. Pra, ata popujt përmendur ishin shumë më shumë në numër se ju, më të fuqishëm ushtarakisht, më të shumë në pasuri fëmijë dhe ndjekës, e megjithatë asgjë nga këto si shpëtoi dot për ndëshkimin e Allahut kur erdhi urdhri i tij, subhanahu wa taala. Po të krahasosh Kurejshët e Mekës me këto popuj, Kurejshët janë asgjë. Ata janë një grush njerëzish, ndërsa popujt e lashtë ishin superfuqi të kohës së tyre. E nëse superfuqitë u shkatëruan kur mohuan profetët, aq më pak do t'i shpëtojnë ndëshkimit disa mohues kryenësh nga Mekka. Kjo i bën një presion të fortë Kurejshëve. Mos mendoni se jeni më të fortë apo më të sigurt se ata që kaluan. Dhe i jep kuraj profetit sallallahu alaihi wasallam, kundërshtarët e tu janë të dobët në krahasim me armiqtë që kanë ndeshur profetët para teje. E megjithatë ata armiq u mposhtën dhe profetët triumfuan. Pra një ngushëllim për zemrën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të besimtarëve, dhe një kërcënim për popullin që e kundërshtonte. Në fakt vetë termi ahzab u përdor më vonë edhe në aleancën që bën gjithë popujt arab bashkë me jehudët, ishin brenda në Medinë kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe lufta që u quajt lufta që erdhën për të luftuar në Medinë, do lufta e ahzabit. Pra gjithë aleatëve u mblodhën të gjithë për të sulmuar profetin sallallahu alaihi wasallam ku në Medinë. Edhe në kohën e fundit, subhanallah. Edhe në kohën e fundit. Para se të shkatërrohet kjo dynja, do ta bëjë Zoti që do dërgojë në këtë tokë, ose do të nxjerrë nga pasardhësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam një burr i cili do ta mbush botën me drejtësi. Sekundër atëherë do të jetë mbushur me padrejtësi. Është pasardhës nga pasardhësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bëhet fjalë për Mehdin alayhi salam. Dhe do ta sjellë Zoti. Dhe të gjitha ushtri do të mblidhen. E do të synojnë Medinën. E do të synojnë Mekën. Pse? Sepse aty do të dalë ky burr. Prap do të mblidhen gjithë. Ahzabët gjithmonë janë mbledhur të gjitha aleancat për të luftuar kundër të vërtetës. Dhe në fakt, ai që mendon që lufta që bëhet sot kundër atyre vendeve, Palestinës apo kudo qoftë, bëhet për çështje pasurie, ai nuk mendoj se ka logjik të shëndosh. Atje bëhet luftë fetare vëllezër. Atje bëhet luftë feje. Do të rënohet dhe sulmohet feja Allahu subhanahu wa taala. Në çdo vend, në gjitha vendet, po të shikosh, ata që janë sulmuar gjatë gjithë kohëve të fundit, cilët janë vendet islame. Më thoni ku ka pasur luftë? Më thoni domethënë, Palestina, luftë. Po të shikosh domethënë Rohingyat, luftë, edhe vrasje dhe shfarosje që në Kinë. Po të shikosh te nga krau tjetër edhe këte nga janë këta. Nga India, luftë. Shikosh Bosnia Hercegovina, luftë. Kush ishin muslimanë ishin gjithë ata. Po të shikosh Kosovën, luftë. Çamëria, luftë. U zhdukun, u shfarosën. Subhanallahu, janë bërë krime të jashtme, të njëjta. Jo më lart pash diçka një intervistë dikujt, subhanallahu, akoma i pikonte
gjak shpirti akoma, duke treguar se si i kishte parë me sytë e tij i vogël, i kishte parë se si ja kishin vrarë para syve të tij, domethënë prindrit e tij, gjyshin e tij dhe kishte mbetur vetëm domethënë me hallën e vet. Edhe të Yemen e tij madje të Yemen si ra domethënë nga Afrika e madhe domethënë i mbeti zemra. Edhe ai shketi zgjente asnjë foto të nënës së tij domethënë që të mund ta kujtonte. Jo më larg e kam parë të pamje. Edhe mallkonte nga zemra, Allahu i mallkoft. Zoti i mallkoft dhe i djegt ata, i përvolofte është. Subhanallah. E njëjta gjë ka ndodhur gjithmonë. Është luftë kundër besimit. Është kufri, mohimi i Zotit, shejtanët, njerëz dhe xhina, kupton, përpiqen të luftojnë kundër të vërtetës, njerëzve që besojnë Allahun subhanallahu, njerëzve që duan të adhurojnë Allahun xheleshanu. Dhe kërkojnë të marrin të mirat e tyre, të marrin jetën dhe pasurinë e tyre. Pra, këto ishin, domethënë Allahu subhanallahu ja përmend këto popull të vjetër profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë popujve të tjerë që të marrin mësim dhe të mos mendojnë se do mbeten pa u ndëshkuar nga Allahu xheleshanu. Mendoj që ta mbyllim këtu inshallah, për të vazhduar radhës tjetër, për shkakun që ata e merituan ndëshkimin dhe disa dobi të tjera të përftuara nga ajetet në vijim, elus Allahu subhanahu wa taala na bëj durimtar në fenë e tij, na bëj të qëndrueshëm këtë besim. Se pa dyshim vallahi përfundimi i mirë takon besimtarëve. Sado të vështirat janë provat, fundit besimtari është i qartë në zgjedhjen që ka bërë. Ai ka zgjedhur Allahun si Zotin e tij, subhanahu wa taala. E ka zgjedhur Muhamedit si profetin që ndjek e pason dhe adhuron Allahun sipas porosive të tij. E ka zgjedhur Kur'anin si librin që ndriçohet prej tij. Dhe e ka zgjedhur ahiretin si vendin ku ai synon lumturinë, jo dynjan. Dynjaja është vend kalimi. Dhe besimtari është i qetë, i qartë në zgjedhjen e tij. Kështu që çfarëdo që ndodh besimtarin në dynjë, alhamdulillah, nuk trishtohet. Elus Allahu na forcoj. Me këtë besim na bëj të qëndrueshëm. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khair.